Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Gjykom sipas drejtësisë sate, o Zot, Perëndia im, dhe bëj që ata të mos kënaqen me mua. Psalmi 35, vargu 24. Duhet ta them ndryshe këtë varg, sepse në fund mbaron me një pikë çuditëse. Kjo është thirrja e Davidit ndaj Perëndisë kur po sulmohet dhe po sulmohet në mënyrë të gabuar, të dhimbshme dhe të padrejtë. Ai gjithashtu po I thërret Perëndisë për hakmarrje, sepse e di se shpresa e tij përfundimtare për drejtësi dhe hakmarrje është në Perëndin, që Perëndia do të vendosë drejtësi. Kjo është një nga gjërat më të theksuara në këtë varg të veçantë. Gjykom sipas drejtësisë sate, o Zot, Perëndia im, dhe bëj që ata të mos kënaqen me mua. Kur përballeni me përndjekje të padrejta, kthejini syt nga Zoti. Ai është plotësisht I drejtë. Shpresa e qiellit, shpresa që Bibla ngre lart, është që një ditë drejtësia e tij do të mbretërojë në mënyrë të përsosur. Ndaj ndërsa mendojmë për këtë varg, le të lutemi dhe unë dua t'ju inkurajoj që kur t'ju akuzojnë padrejtësisht, kur të kundërshtoheni padrejtësisht, shihni nga Perëndia si shpresën tuaj të vetme. Veç ai mund të vendosë drejtësi dhe të hakmerret. Patjetër që Perëndia I thërret njerëzit e tij të bëjnë drejtësi dhe të jenë një reflektim I drejtësisë së tij. Ndaj ne duhet të bëjmë dhe të dëshirojmë drejtësinë njëkohësisht. Kur flasim për drejtësi dhe hakmarrje, shpresa jonë nuk është në këtë botë. Shpresa jonë është te Perëndia dhe tabloja këtu në Psalmin 35 është që shikoni nga ai dhe të jetoni me drejtësi para tij, duke e ditur se do të ketë raste kur do të akuzoheni, përbalteni, lëndoheni dhe sulmoheni në mënyra të ndryshme në këtë botë të sëmurë. Por duhet të qëndroni para Perëndisë dhe të thoni: unë dua të jetoj me të gjitha fjalët e shkruara te psalmet, me integritet dhe një zemër të ndershme, me pastërti para Perëndisë, I pamet para tij dhe të tjerëve. Kërkoni të jetoni në këtë mënyrë dhe kini besim, por kur të akuzoheni, sulmoheni apo përbalteni padrejtësisht, shikoni nga Perëndia, sepse ai është shpresa e vetme për hakmarrje dhe drejtësi. Të dini se ai e dëgjon zërin tuaj dhe një ditë do të përgjigjet plotësisht. Kjo nuk do të ndodhë vetëm në jetën tuaj, por në të gjithë botën. Perëndin e të lavdërojmë për këtë realitet. Ne të lavdërojmë që je shpresa jonë për drejtësi dhe ne presim me padurim drejtësinë tënde, që të sundojë në të gjithë botën, veçanërisht në rrethana specifike në jetën tonë. Perëndin e lutemi që të na ndihmosh të jetojmë me drejtësi para teje. Na ndihmo të mos kërkojmë lavdërimin e të tjerëve, sepse kjo do të na largonte nga drejtësia para teje. Na ndihmo të jetojmë në drejtësi para teje, pavarësisht nëse lavdërohemi apo akuzohemi, nëse na duartrokasin apo përbaltin. Zot, bëj që t'i mbajmë syt tani tek ti dhe te ajo që ti thua për ne. Ne lutemi për drejtësinë tënde, që ajo të mbretërojë gjithnjë e më shumë në këtë botë dhe në jetën tonë. Në të njëjtën kohë, Perëndi, ne shpresojmë te mbretërimi yt I ardhshëm dhe lutemi që emri yt të shenjtërohet dhe që mbretëria jote të vijë. U bë vullneti yt në tokë si në qiell. Perëndin e presim ditën kur drejtësia jote do të mbretërojë plotësisht dhe lutemi që ajo ditë të vijë sa më shpejt. Shpresa jonë është në ty. Ti je ai që do të vendosësh drejtësi në botë. Ti je shpresa jonë dhe të lavdërojmë që e dëgjon lutjen tonë për drejtësi. Ne lutemi në emrin e Atij që është I drejtë, në emrin e Jezus Krishtit. Amen.